Operacioni i fundit i përbashkët mes SPAK dhe autoriteteve italiane, i koduar ura, ka zbuluar lidhje të thella mes botës së krimit dhe sektorit të ndërtimit në Shqipëri. Një nga grupet kriminale të goditura në këtë aksion ishte dhe ai Elvis Doçit, i njohur ndryshe si Visi i Pojës, i cilësuar si drejtuesi një rrjeti kriminal në Durrës. Ai aktualisht është në kërkim dhe ndaj tij është lëshuar urdhër arresti, ndërsa kompania e tij Portside është sekuestruar. Hetimet kanë zbuluar se aktiviteti i Doçit nuk kufizohej vetëm në këtë kompani. Ai rezulton të jetë gjithashtu bashkëpronar në kompaninë e ndërtimit Eldemar Construction, e cila në vitin 2023 ka përfituar leje për ndërtimin e një hoteli 10 katësh në Durrës. Projekti është regjistruar në emër të shoqërisë Rock of Kavaja SHPK, ku Eldemar Construction zotron 40% të aksioneve. Pjesa tjetër prej 60% i përket CFO Pharma, kompaninë në pronësi të Nadir Çaushollit, biznesmeni farmaceutikës dhe përfituesi miliona lekëve në tendra, e po ashtu pronari i linjës autobusëve të Unazës Green Line në kryeqytet. Çausholli ka qenë objekti një atentati me armë në mars të këtij viti. Leja për ndërtimin e këtij hoteli është dhënë nga Këshilli Kombëtar i Territorit. Megjithëse në dokumentacionin zyrtar figurojnë përfaqësues formal, analiza e strukturës sponsore dhe historiku të personave të përfshirë nxjerr në dritë disa fakte shqetësuese. Elvis Doçi kishte emëruar si përfaqësues të kompanisë Eldemar Construction ish policët Denis Tafili dhe Gzim Hasa, të dy të arrestuar në Itali në vitin 2016 për trafik droge, përkatësisht për përpunim dhe shpërndarje heroine. Ndërkohë, hetimet vazhdojnë dhe strukturat e drejtësisë janë në fokus për të zbuluar se në çfarë mase përfshihet Çausholli në veprimtarinë e ortakut të tij.